dëgjo me kujdes çfarë thon njerëzit kur janë të zemëruar prej kohësh po vdesin për ta thënë, fuqia e fjalës në zemërim, ka një thënie të vjetër që thotë, kur dikush është i dehur ose i zemëruar, ai nuk gënjen, ai zbardh të vërtetën. Dhe nëse je vërtet i mençur, nuk do të marrësh vetëm fjalët që thuhen në zemërim si një shpërthim emocional, por do t'i studiosh, do t'i analizosh dhe do t'i kuptosh. Sepse njerëzit zakonisht mbajnë shumë brenda. Frikë, zhgënjim, dyshime, inate të vjetra. I shtypin, i gëlltisin, i varrosin thellë në heshtje derisa zemërimi shpërthen dhe gjithçka që ata s'mund ta thonin me zë të qetë. E thon me ulërim, zemërimi është maska e së vërtetës së papërtypur. Kur dikush zemërohet me ty, miku yt, partneri, vëllai, kolegu, madje edhe fëmia, nuk është thjesht emocioni që flet. Është në vetdia e tij që më në fund merr fjalën. Ai që shan, ai që ofendon, ai që të hedh për fytyrë diçka nga e kaluara nuk po shpi. Ai po e thot atë që e ka menduar shumë herë, por se ka pasur guximin ta artikulojë. Një zemërimi si dritare e së vërtetës së shtypur, zemërimi, për shumë kënd, është ndoshta emocioni më i fuqishëm që një njeri përjeton. Është i papritur, i dhunshëm dhe shumë shpesh shkatërues. Por nga ana tjetër, ai është edhe më i sinqerti. Njerëzit dinë të gënjejnë kur janë të qetë. Të luajnë role, të vendosin maska, të buzëqeshin ndonë se ndjejnë neveri për ty, por kur zemërimi arrin majen, maska bie, në atë çast është njeriu i zhveshur përpara teje. Dhe ajo që thot, nuk duhet të kaloj thjesht si një fjalë e keqe në një moment tensioni. Pyet veten, pse pikërisht këtë gjë më tha? Pse më quajti egoist, i ftohtë? Përfitues? A është kjo një ndjenjë që e ka mbajtur brenda për shumë kohë? Kur njerëzit janë të zemëruar, ata flasin me gjuhën e plagës. 2. Të kuptosh pas fjalëve, plaga, frika, zhgënjimi, fjalët e zemërimit rrallëherë janë rastësore. Kur dikush të thotë, ti gjithmonë mendon vetëm për veten. Ti s'më ke respektuar asnjëherë. Ti nuk e di sa shumë më ke lënduar. Ai po të tregon një të vërtetë që e ka gëlltitur për kohë të gjallë. Mbase ka heshtur për vite. Ka pritur një ndryshim. Ka kërkuar një shpjegim. Por nuk e ka marrë. Zemërimi është grumbullimi i ndjenjave të papërgjigjura, në thelb të çdo fjalie të thënë me zemërim. Qëndron një nevojë, nevoja për të ndjerë që vlen, nevoja për të qenë i dëgjuar, nevoja për drejtësi, vlerësim, dashuri, mbështetje, kur dikush të bërtet, ndoshta të kërkon ndihmë. 3. Zemërimi në marrëdhënie. Të dëgjosh atë që nuk u tha më parë, në një lidhje dashurie, zemërimi është armiku më i shpeshtë, por edhe udhëzuesi më i mirë. Një partner që ulëret nuk e bën sepse të urren. Ai mund ta bëjë sepse është lodhur së qeni i neglizhuar. Sepse është zhgënjur vazhdimisht nga premtime të thyra. Sepse ka kërkuar vëmendjen tënde dhe ka marrë ftohtësinë tënde, dhe kur në fund shpërthen e të thotë, ti nuk më do, ti më përdor vetëm kur ke nevojë. Atëherë e ka nxjerrë në dritë atë që ka peshë për të. Edhe nëse e thot me fjalë të ashpra, është më mirë se sa të vazhdonte të buzëqeshte rrejshëm. Zemërimi është si një dritare, e dhunshme kur hapet, por të lejon të shohësh brenda shpirtit të tjetrit. 4. Përse nuk i thon njerëzit të vërtetat më parë, frika. Turpi. Frika nga përplasja. Frika nga refuzimi. Frika se do duken të dobët. Apo sepse kanë dashur të ruajnë paqen. Këto janë arsyet pse njerëzit heshtin edhe kur janë të lënduar. Ata zgjedhin të mos e thonë të vërtetën për të mos i prishur gjërat. Por e vërteta nuk zhduket, ajo grumbullohet si tym brenda një dhome të mbyllur derisa mbytesh ose shpërthen zjarri. Zemërimi është si alarmi i zjarrit, kur dëgjon zilen, mos u mjafto duke e fikur zhurmën, kërko ku është flaka. 5. Si të dëgjosh me sy të brendshëm, dëgjimi i vërtet nuk është vetëm dëgjimi i fjalëve. Është interpretimi i toneve, analizë e emocioneve, kuptimi i historisë që ka ndërtuar atë shpërthim. Kur dikush zemërohet me ty, mos u mbro menjëherë. Mos kundërshto. Mos e kthe debatin në garë për të pasur të drejtë. Thjesht dëgjo, thuaj vetes,
Çfarë e ka shtyr këtë njeri të më thot këtë gjë tani? Çfarë po më tregon që s'ka mundur ta thot më parë? Dëgjo me mendje të hapur, me ego të mënjanuar. Sepse brenda atij shpërthimi, ndoshta fshihet një thirrje për ndihmë që s'e ke dëgjuar asnjëherë. 6. Në zemërim njerëzit zbulojnë ndjenjat më të thella, një mik që të thotë, më harrove kur kisha më shumë nevojë, nuk është thjesht i mërzitur, ai është i lënduar, një motër që bërtet, ti gjithmonë ke qenë i përkëdheluri i prindërve. Nuk po të akuzon, po shpreh një dhimbje të fëmijërisë, një koleg që shpërthen, gjithmonë ti merr meritat. Është dikush që kërkon të ndihet i vlerësuar, zemërimi është kod i një emocioni më të thellë, ndjesia e pabarazisë, mos respektit, mungesës së dashurisë. Dhe nëse je i vëmendshëm, mund të deshifrosh çdo fjalë si një pjesë e puzzle-it të së vërtetës. 7. Të dish kur të ndjesh faj dhe kur të kuptosh të vërtetën. Jo çdo zemërim është i drejtë. Ka raste kur njerëzit projektojnë frustrimet e tyre tek ty, por edhe atëherë, zemërimi i tyre ka një shkak. Mos kërko fajin vetëm tek vetja, por as mos e përjashto. Analizo situatën. Pyet, a kam kontribuar unë në këtë plagë? A ka diçka që duhet ta kuptoj, jo për të ndëshkuar, por për të rritur, të dëgjosh me përgjegjësi është një akt burrërie. Është maturi. Është zgjuarsi. Sepse fituesi nuk është ai që e mbyll gojën e tjetrit, por ai që e dëgjon, e kupton dhe e shëron atë që s'u tha kur më parë. 8. Çfarë të bën të fortë? Të reagosh apo të reflektosh kur përballesh me fjalë të ashpra. Natyra jote mund të kërkojë mbrojtje ose hakmarrje. Por reflektimi është më i fortë se reagimi. Njeriu i dobët ofendon prapë. Njeriu i zakonshëm hesht. Njeriu i fortë pyet, pse ai nuk lëndohet vetëm nga mënyra si i than gjërat, ai kërkon esencën. Sepse e kupton se çdo shpërthim është pasojë e diçkaje më të thellë. Dhe ai që dëgjon përtej fjalëve bëhet njeriu që të gjithë fillojnë ta respektojnë. 9. Të kthesh zemërimin në paqe. Kur dikush të ka ofenduar në zemërim, mund të zgjedhësh dy rrugë, të zemërohesh dhe ta shkatërosh marrëdhënien, apo të thuash, më thuaj çfarë ndjeve vërtet. Më thuaj çfarë të them. Në atë moment ndodh shërimi. Zemërimi fillon të shuhet. Sepse e ke dëgjuar dhe njerëzit duan të ndihen të dëgjuar më shumë se sa të kenë të drejtë. 10. Kur ti dëgjon, bëhesh pasqyrë për ndryshim, njerëzit nuk harrojnë kurrë ata që i kanë dëgjuar në momentet më të errëta. Kur dikush është i zemëruar dhe ti nuk largohesh, nuk e ofendon, nuk e poshtëron, por thjesht qëndron e dëgjon, ti kthehesh në pasqyrë. Ai sheh veten në reflektimin tënd dhe ndoshta e kupton gabimin. Ose, më në fund, e shpreh të vërtetën e tij dhe gjen qetësinë. Dëgjimi është terapi. Është maturi. Është armë paqësore që fiton betejë zemrash. Përfundim, vlera e vërtetë e dëgjimit në kohë zemërimi. Në fund, mësimi më i madh është ky: kur dikush të flet me zemërim, mos e shiko si armik. Shikoje si një shpirt që ka duruar shumë dhe po kërkon dalje. Fjalët e zemërimit janë dritaret nga ku del e vërteta. Nëse je i mençur, nuk do t'i shpërfillësh. Do t'i dëgjosh, do t'i analizosh, do të kuptosh, sepse ka të ngjarë që personi që po ulëret, ka kohë që po vdes nga brenda për të ta thënë atë gjë. Në fund të ditës, zemra e lënduar flet më me zë në zemërim. Dhe vetëm ata që dëgjojnë në kohë shpërthimi, janë ata që mund të shërojnë lidhjet më të thyera.